Të trit, spari një përshëndetje më të përzemërtën, ju dhe të gjithë shqiptarëve jashtë vendit. Viti 2025, edhe njerë, do ta përsërisim sa herë të komunikojmë, është viti i diasporës shqiptare. Është viti në të cilën diaspora, një lloj si në kohrat më të vështira për kombin, kur shqiptarë thoshin mbaju nën, mos ki frikë se i ke djemt në Amerikë, edhe sot shqiptarët në një narkodiktaturë përsërisin me vete mbaju nën, mos ke frikë se i ke djemt në diasporë dhe të dalin Zot. Vota juaj do t'jetë e sigurt. Ju garantoj unë ju. Dhe ne po mbikëqyrim mbi bazën e ligjit çdo element të këtij procesi. Ndaj dhe me lutjen time të ndërmerrni tani përveç aplikimit që keni bërë për votim, të ndërmerrni tani një dialog me të gjithë shqiptarët që kanë aplikuar, që janë regjistruar, që të votojnë për shpëtimin e Shqipërisë nga narkodiktatura e Edi Ramës. Të tjerë që s'janë regjistruar, të shfrytëzojnë çdo mundësi për të qenë pranishëm në apelin e Shqipërisë me 11 maj. Shqipëria thret çdo shqiptar kudo që ndodhet ta ndihmoj atë.